Janë shpallë të pafajshëm shumë edhe hoxhallar, për shembull, në atë 40 hoxhallar që e zunën edhe Shefshet Krasniqi ma shumë se unë ka nejtë në Burg. Unë e vetëm 1 muj edhe në 2 në shtëpi në arrest. Po veç, Shefshet është shpalli pafajshëm. Mirë po, edhe ai është shpalli pafajshëm, por unë jam shpallë e pafajshme plus të drejtën e marrjes së dëmshpërblimi. E pse ata s'ka të drejtë më dëmshpërblim? Nuk e di që shpunon gjykata, mirë po unë e kam marrë sepse kam dalë E pse bre Iqbollit u kanë gjujt kaq shumë se thonë pa hungur udër era s'vjen. Çka punon Iqbolli ata dim sonte cili është ideali i Iqbollës, çka? Me hunger udër të vjen era udër. Po, kur të hanë portokalla, era portokall. Po Iqballja, qëfar veprimtari e ka, që është e hapur, që është transparente, kur nuk kam dit me fsheh diçka. Po brejnë brëm femrat shumë. Pre veprimtaris time, sepse e kam një të metë, zotëri Sadri. Sepse unë nuk di me majtë në mend rrenën. Se të qiko, kur të rrenë ti diçka, unë sot të thëmë ty, një të rrenë. Po shtë vërtet e që për do me thonë. Edhe pas, kur shkoj të tjetri, e harron edhe rrenën tonë. Si i thash këti, si i thash ati, edhe pastaj unë e humbi atë paqen time shpirtërore. Kështu që ma mirë për mua është një vdekje me dignitet, se sa një jetë me poshtrime, apo me përullje të pandesh. Avokati Altin Goxhaj, dhe me thonë që e kemi postu në studio bashkë edhe me juve ka qenë, po, e ndëgjova. Ka pastonë në era agent e Izraelit. Po, këtë të gjeneronit, e tasht edhe Ahmedin Xhatin e kanë dhonë kështu, dhe me thonë në përlojme, nëse s'ga bëjt nërkomtore që po del si agent i Mosadit e sen, po në pak si shë vërtet. To janë krejtë rrena. Edhe ti, po. Mirë po, Goxhaj une për ato avokati im veç e kam marë parasysh këtë, ja kom që linkun e emisionit juj, edhe avokat Goxhaj ka me dhënë përgjegjësi për këto, se kjo shpifje te për e madhe. Për ne me ligjin e Kosovës, për një shpifje që ta bëjnë 3 muj deri në 3 vjet ka burgim. Ose dëmshpërblim. E ai që 2 herë ka përmend, edhe atë ditë më ka thënë kur kam qenë në emision, edhe kështu. Kështu që avokat Goxhaj ka me pas punë me ligjin, sepse ai ka bërë shpifje shumë të madhe. Ka thënë e Izraelit, po mjaft bre shpiuna, çka ka thënë? Po agente. Agente Izraelit e Mossadit, njëherë terroriste mbonën, tash agente, pritni bre njerëz, unë jam shqiptare. Po të kena po me në fotografime. Unë jam e frymzume, që vllau im, prej kujt jam e frymzume. Që në imfroshit, da? Po të kem po me një foto me, ajo, konë shumë mamati, po fulli. Para 20 vite. Po ti në ashtave që ta kus, kine e farlite. 30 sekonda. Edhe është për mu më burje se une jam shpërbly me medalje. Tash edhe Majlindës mi a dhonë medaljen ku me ditë qëfar histori, background, kriminal ka ai personi që ja ka dhonë medaljen, mu nuk me intereson. Edhe kera agu kërë vro Khamenei, edhe pse nuk është. Kera agu dhe të na kur është vro? Për Imam Khamenei nuk kam reagu, se thënë kur të djek qumshti i fryn edhe kosit, pra ndaj vetëm e kom dhonë një deklarat ngushlimi, kur gjë tjetër, se po e shoh që ky populli janë moderniteti, modernizmi ka ndiku shumë keq. Në paragjykime, në gënjeshtrat, fillojnë mos mi besu gënjeshtrat. Dhe qiko tash, po tham, jo për juve, po ju e keni një emision ma të veçantë, mundi me thonë, aty për aty. E bani diçka, edhe thirrni njerëz intelektual, doktor, profesor. Po bre, po na rrogën kaner. Njerëzi që janë përpilues të kushtetutës. Kadri Kryeziu ka qenë profesor, të nderuarin, madje me një postim timin e kam dhënë në një deklaratë që ai nuk e ka pas për atë islamin. Po veç kur jemi te deklaratat e Iqbollit që spajtuana me ty, ke thonë që e Roma e ka vendin në burg të Hashim Thaçi. Unë besoj në pafajësinë e Hashim Thaçit. Ju a besoni? Shiko, unë aty kam bo një gabim aty për aty, kërkoj falje prej të gjithve, mirë po nuk kërkoj falje prej atyve që mi kanë shkurtu pjesët e mija, sepse unë e kom thënë... Dhe ma unë ta kanë zërë për kontekstin. Po, ma kanë zërë. Unë e kom thënë nuk ja dëshiroj askujve burgun, qofte dhe armikut tim, plus vllau tem Hashim Thaçi, të cilit ja kom dhënë votën gjithmonë. Mirë, po ato e kanë hekat pjesën pozitive, por prapë thëmë që Edi Rama e ka vendin burg, jo të Hashim Thaçi, e Hashim Thaçi e ka vendin Kosovë,
e të kthehet sa ma shpejt. Më se edhe Edi në shtave që në vëzu, tash ta hekin në ngratas. E po tash populli vendos. Nuk është i keq, as e di Roma. Për mu është... Tash Shqipëria po na hem bëj. Letë hinë për mu flasin argumentet e popullit, fjala e popullit. Për mu Edi ko merita, nëse Shqipëria hem bëj. Me qenë, po për mu duhet njerit mja vlerësu të mirat, çka i ka bo, si Hashim Thaqit, si Albinit, si kryeministit e Roma.